Shumë faleminderit gjithëve. Këto janë fjalë që i shkojnë gjithë stafit tim, gjithë ekipit tim, mbi të gjitha i shkojnë studentëve, sepse pa student, çfarë do dhe reformën e të nisnim, do ishim të dështuar. Është një kënaqësi e veçantë për mua të jem sot pranë jush në këtë ceremoni diplomimi, në një ditë që ka kaq rëndësi të veçantë për këtë universitet. Mos harroni që keni zgjedhur një profesion i cili bëhet në qiell të hapur. Suksesin e ka kur ka diell, por edhe kur pret shiun për vaditje. Me lejoni që në fillim t'ju shpreh urimet e mia të përzemërta për të gjithë studentët që sot diplomohen. Urimet shkojnë gjithashtu për prindërit dhe familjet tuaj, të cilët kanë qenë mbështetja në këtë rrugtim, si dhe për trupën akademike të Universitetit Bujqësor, e cila vazhdon të mbajë me dinjitet një mision të madh kombëtar, formimin e specialistëve që i duhen zhvillimit të bujqësisë dhe zonave rurale të Shqipërisë. Tregu shqiptar, fermerët shqiptar, bizneset shqiptare ka nevojë për ju, Ministria e Bujqësisë ka nevojë për ju, për dijen që ju keni marrë gjatë gjithë këtyre viteve dhe ne jemi gati për të bashkëpunuar së bashku në të gjitha nivelet. Dhe ju bëj thirrje sot që të gjithë 1534 të sapo diplomuarve do të jenë një rrugtim shumë i përpashkët ku ne do ndërtojmë një bujqësi më të fortë dhe ju jeni një lokomotiv që sot filloni nga puna e madhe që ju pret në terren, por me dijen tuaj besoj që ne do të bëjmë një ndryshim rrënjësor në atë çfarë bujqësia shqiptare është duke u zhvilluar tashmë dhe ne së bashku do ta çojmë akoma më parë. Kjo